Ndiqini pak kryeministrin dhe kandidatët për 5 bashkit. Një parashikim sa përqind do marrë? Po, unë shpresoj që të marrë 80% të votave. 80% të votave? Po. Po disa përqind do marrë? Po rreth 83% besoj. Bravo partia! Bravo rilindja! Po shkoni me ritëm të llahtashëm drejt 99%-shit, si qoftë largu dikur. Në fakt, kjo mënyrë të bërit politik është tallje me qytetarët. Qytetarët që do të votojnë në 5 bashki ditën e diel, përpara se të votojnë, do duhet kenë parasysh se a kanë qenë dakord me mënyrën si sjell Edi Rama pas 11 majit. A kanë qenë dakord me mënyrën barbare se si gënjeu dhe u prishi shtëpitë banorëve të Thethit? A kanë qenë dakord me mënyrën se si janë bërë prishjet selektive të bizneseve dhe lokaleve pas zgjedhjeve? A janë dakord me mënyrën se si është vepruar për abuzimin me 10 miliard lek në rastin e tunelit Llogaras dhe për faktin që brenda pak kohe një zëvendës kryeministri e dytë i merret e pandehur? A janë dakord qytetarët me mënyrën se si u veprua dhe u votua për ligjin për barazinë gjinore? Nëse janë dakord me këto, le ta votojnë. Nëse nuk janë dakord me këto, protesta e tyre duhet të shprehet përmes votës. Ne garojmë në qytetin e Cerrikut dhe inkurajojmë këdo të votoj kandidatin ton të Lëvizjes Shqipëria bëhet në Cerrik, por nga ana tjetër, në të 4 bashkitë e tjera, inkurajojmë këdo të votoj kandidatët e pavarur. Ju e keni në dorë. Po jeni dakord me mënyrën se si sjell Edi Rama dhe qeveria e tij pas 11 majit? Votojni. Po nuk jeni dakord, protesta është përmes votës. Ju përshëndes.